Realisht je njohur si shumë kuçave me krahasi shumë veçantë. E doja këtë intervistë sot të kisha përballë sepse dy të ka dafër nuk janë pak pranë publikut, që po besoj tek ty nuk e di a duken shumë, a duken tamam, a duken pak. Fillimisht shumë faleminderit për ftesën. Lutem, faleminderit që më erdhe. Edhe për vëmendjen që shikuesit do të na kenë gjatë këtyre minutave sa i kemi. Është gjatë shpend, nuk është pak. Dhe kur e mendon si kur kom filluar dhe deri ku erdhëm, këta plesh kanë thonë sa hape mbyll syt, kjo pikrish kjo ka ndodhur. Nuk e kisha menduar ndoshta asnjëherë se mund vinë në një periudhë kaq të gjatë, po televizioni është interesant të përthekon fort, të merr afër vetes, se sikur nuk lëshon. Sidomos kur je në këtë rast që jeni dhe ju, jeni kaq ikonik në këtë program që e bëni dhe kaq i mirë në rrjedhën që e bëni, sikur televizioni të lyp mandej. Kështu që kam përshtypjen që ndoshta po më don televizioni kështu mua, kështu që prandaj edhe jemi gjithë këto vite. Orhan, pse nuk e dalur deri tash, sepse kur diskutonim na, kur e bëra ftesën, kur i rredhe këtu tek televizioni, asnjëherë the nuk kam dalur, por besoj që ka ndonjë arsye, ha? E para e kisha menduar, domethënë kur je prezantues i lajmeve krijon një farë serioziteti, dhe njerëzit sikur nuk doin me të pa përveç asaj kornizës që e ki, që unë mendoj që është gabim ndoshta nga ana ime, po gjithsesi unë kam menduar që protagonist kryesor tek lajmet, kur jepi lajmet është informacioni, lajme, dhe jo prezantuesi. Mirë po me kohë kemi krijuar një marrëdhënie shumë të konsoliduar për gjithë këto vite, kështu që sot është moment shumë i duhur dhe shumë i bukur besoj në këtë ditë pranvera dhe pak me shi sot. ta rregullojmë pak, të japim pak ndryshim ditës se shumë vranë, Prishtina nganjëherë shumë e vranët. Edhe me shumë qejf erdha dhe duke qenë se unë gjithmonë prezantoj pothuajse çdo ditë ai ideali që prezanton lajmet për Kosovën, për botën, për rajonin, le të njihemi sot dhe për respekt të shikuesve se kush është ai njeri që del çdo natë, edhe sonte e kemi këtu. Sot ata njohoj më afër atë njeri që del çdo natë, sepse un kam shumë kuriozitet, po flas në planin si shpend, po pastaj kuriozitetin bashkë me mua kanë edhe shikuesit ndjekësit e kanapes. Kështu që do të flasim shumë çka sot. Je njohur shumë fushave, realisht këndvështrimet e tua dhe mënyra se si i sheh gjërat janë shumë interesante për ata që të njohin nga afër. Për miqtë tu, për kolegët e tu, por asnjëherë nuk i ke treguar në ekran, nuk i treguar në ata që nuk të njohin. Po nuk e shife, unë kom kështu që shton ata, nuk e kom marrë shumë daullin me bua, unë e di këto, unë e di ato, nuk e di, gjithmonë kom qenë një grup ata që më njohin e din se çka kom bëj çu shtek. Po nuk është që unë nuk du me kallëzu ato çka di me bë, se çfarë fusha njo, po kom qenë pak i stepur në këtë, ndoshta edhe shumë të natyrshme, ndoshta edhe lajmet ta bojnë ato që njerëzit nuk dojnë me të pa shumë, është format serioz në kuptimin e informacionit që jepet, edhe nuk kam dashur shumë me u përzi, ndoshta me tema që ndoshta nganjëherë nuk më takojnë, po ndoshta ka qenë gabim, ndoshta duhet me dalu, mendoj që njerëzit që krijojnë figura publike në përgjithësi që krijohen, duhet me dalë për shikuesin, sepse shohin, dëgjojnë, e shikojnë, edhe qoftë artist, qoftë aktor, çfarëdo fushë, unë mendoj që duhet me dalë për në çfarëdo në intervista, siç është dhe kjo. Po kur ka shumë njerëz, me thonë drejtë, me këto tema që bëhet një ulërim aty, unë nuk jam i asaj natyre, jo pse ndoshta kam frikë me u ballafaqu, po nuk i pëlqej. Po, do të flasim për këto ulërima, do të flasim edhe çfarë po ndodh sot me televizionin, me rrjetet sociale, gjithçka. Unë dua di pak tek ty këto kornizat e lajmeve, këty petku i pas ditës tënde që është pranë shikuesve, të ka ndryshuar pak si karakter, si personalitet, ka riformsuar, Orhan? Të gjitha nga pak, të bëjnë më serios, të më drejtën. Unë si natyrë jam shumë alegri, kam një komunikim shumë të afërt me njerëzit, shpesh më thonë këtë përdorën këtë shprehjen fani, kemi shumë momente të mira me ata që më njohin, po nganjëherë në televizor kjo nuk del. Ke një alter ego tjetër në televizion që të largon shumë prej karakterit të ndaj, e di që je shumë allegro dhe doja shumë këtë intervistë të njihesha pak më shumë me ty. Po thua që nuk ka ndryshuar shumë. Ta tjetë më mirë e di ti po mësoj. Shefe, të qenë si prezantues në tek lajme, në përgjithësi ti ndalon disa, po unë nuk kam ndalu edhe aq sa do duhej ose që i kanë kërku. Unë natyrën teme kam paraqit, shumë natyrshëm, dhe prandaj edhe
që unë mendoj që 3 pikat mia të forta që kom arrit me i shpalos të publiku si prezentuesi lajmeve, është natyrshmëria ime. Unë e lajmi nuk e lexoj por e thom, apo ma mirë unë interpretoj se sa lexoj, kom dashje me pas një diksion të përsosur që të kuptohem nga masa, edhe besoj që kom një qetësi të palëkundur, çfarëdo lajmi që mund ta kem, di me e stabilizu, edhe kur jo është diçka që kemi jo të këndshme, edhe kur ka ndonjë lajm që është qesharake ose ndonjë kuriozitet. A është brenda teje kjo? A është brenda teje apo është eksperiencë? Ka qenë brenda meje dhe kom arrit me e shpalos, me e qitën pa nga njerëzit që kam njohur, nga të huaj, nga puna, ndërkohë me një producent shumë i njohur që unë kom pas punë me to, ka qenë diku ndoshta viti 2006-2007, kom qenë Diskopi. Diskopi është një panajri mediash, aty ku shiten dhe blihen programet, edhe aty i takon njerëzit ma me renome të televizionit. Do me thonë, Diskopi është e cakton, si të thush, atë qka ka me pas skema programore dhe aty i takon producentët ma të mirë të televizioneve. Dhe unë jam pjesëmarrës për shumë kosh, aty prej pandemis ka ndryshu, me thonë drejtën, nuk është se, po e ndryshoj krejt botën, me thonë drejtën, edhe kom qenë goxha pjesëmarrës andej, i përveçëm. Çfarë të është thënë? Edhe me Rod Taylor, një producent shumë i famshëm. Bile e konsideroj si baba i producentëve atje, edhe se gjatë rjedhës se mos tar coptoj dhe rjedhën edhe gjatë kosë unë merrem me televizion që kishim shkodje për të marrë një licencë dhe një formati botëror, who wants to be millioner, kush do të bëhet milioner, edhe unë kom qenë si edhe menaxher produksioni, po edhe si skenarist, kom punu aty te quizi, edhe ai gjatë provave që banim, edhe kisha që thosha unë kështu kom që me qenë prezentues, po më gjej pikat, çka duana me bon. Edhe si thosha, veç pak ndoshta u desh me mënxit, veç pak u desh me mi qitën pa 3-4 pika çka duana unë me punu. Sigurisht unë kisha dhe ushtru mandej, me vetën, me autodidakt, se tash kjo është periudhë 2006-2007, shumë herët, edhe i gjeta ato, si thosh, mi gjeta ato pika çka unë duana me qenë një prezentues i natyrshëm, i qetë, i këndshëm, shumë i besueshëm, komunikativ. Shumë thjeshta janë këto si pika, por ama jo çdo kush mundet me realizu, se nga një kjo thjeshtësia është shumë e vështirë për ta qitë, për ta zbulu. Po, implementimi këtyre që sa po i thash, realisht është shumë i vështirë, sepse shumë kleta duken. Kleta për të thënë shumë, realisht po, sepse çdo student gazetarie mëson. Mëson por për ama, këto. Nuk është që po dalin deri në, nuk është që po vinë deri tek këto pika që pi flasim. Mendoj që është më shumë mënyra se si tu tha kjo, dhe nga kush tu tha. Absolute. Dhe jam shumë mirë njohës ndaj tij, ai nuk jeton, ka ndruar jetë si Rod Taylor, por unë jam shumë falenderues që ka ditë me mi qitëm pa këto të mirat. Ke bërë një diferencim në mënyrën se ke prezentuar lajme Orhan, je nga dita e parë në Klan Kosova, nga viti 2009 dhe në fillimet e tua, përse ke marrë shumë komente, nuk e di ka pasur gjykim para gjykim, nuk e di, po do të më thuash ti për mënyrën se ke prezentuar lajme, sepse i mësuar të shohim një shablon prezantimesh, se atë janë petku të seriozitetit, prezentuese nuk duhet të bëj kështu, nuk duhet të bëj kështu, ti u largove. Po. Nga këto dhe solje në frym tjetër, prezentim lajmeve, po flasin për ato qendrore, si ishte ai fillim ose ti tha po i njëjti producent këto apo si gjete këto pika tua të forta që u pranuan shumë lehtësisht nga audienca? Unë këto veç i kisha, këto që sapo folëm, ishte 2009, me thonë drejtën, unë ishte fundi viti 2008 dhe në 2008, se para Klan Kosovës unë kom qenë te Unmik TV-a. Dhe nga shtatori 2005 deri në tetor 2009, diku për 2 vite e gjys, Unmik TV-a ka qenë prezantim i lajme një herë në javë. Edhe produksioni që realizonte në atë kohë, ka qenë i transmetonte në RTK një herë në javë, UN Report, dhe unë isha në kohën e përfaqësuesit special të Soran Jesen Petersenit, dhe ne përcillnim të agjendën e tij. Edhe kur përfundoi ajo, shkova jashtë, edhe ndërkohë kisha aplikuar në Klan Kosova, me thonë drejtën. Dikush sa po mbyll këtej ka nëntori, mes nëntor kisha aplikuar dhe shkova jashtë. Edhe nuk e kisha, thashën, nuk e kisha që do të më thrisni, nuk e dija se thashë nuk munden me më gjete çka po di, edhe nejse,
si përfundim më ftuan në telefon edhe unë isha jashtë, dhe thashin nuk jam këtu, edhe thashin humba si mundësi ose çka po di, po megjithëse po unë I kisha një aktivitet tjetër, merreshim me këtë programin e Who Wants to be Millionaire, edhe ishte një punë shtesë, nga që mora dhe disa, si thosh, këto pika të mira për një producent, thosha pse mos t'i shpalosim, edhe erdha dhe kontaktova me ta. Po flasin para debutimit Klanit? Po, diku ka 10 orë janari, ndoshta u ktheva dhe u takova. Edhe ma lan atë pjesën e audicionit, tha duhet vim, tha provojmë. Me më provu, thash, okej, në rregull, s'ka problem. Shkova u vesha dhe shkova direkt aty pjesa e vjetër e Klanit ku ka qenë në Breg Diellit. Edhe aty takova personin përgjegjës, edhe ma lan takimin me hy në studio. Okej, shfillum aty. Aty ishte Batona Gjiu, bashkë me Arman Shkullakun, ja dy nga njerëzve që unë ja admiroj dhe ne kemi pas gjithmonë vlerësim të madh për ta si staf. Guxuan në 2009 të bënin një medium që rrallë ose pak kush do të guxonte ta bënin. Dhe nëse na jemi ku jemi, falë strukturës të fortë të tyre që ndrojmë akoma. Sigurisht kjo ka ndryshu, edhe me kohë ne jemi forcu e jemi zhvillu, por kanë lënë një strukturë të fortë, një temel të fortë, si thot populli që prej fillimit. Po realisht edhe Orhan me ikjen e tij kom pa që janë prekur shumë punëtor të Klan Kosovës me ikjen e tij, sepse ka pasur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e tyre profesional, figura e tij dhe këshillat e tij po besoj. Njëjtë po besoj ka ndodhur me ty, me atë se çfarë ndodhi pastaj me ndryshimin e tregut. Në përgjithësi po të Klanit, Ne kishim lidhje shumë të mirë me ta. Domethënë dhe kur u largu si ne nuk e njihnin si drejtor, u largu si një person që kishim kriju lidhje të forta profesionale të punës, të qefit. Domethënë u mërzitëm rreth parë si njeri. Po edhe me ardhin e udhëzëve të tjerë, domethënë absolutisht vazhdojmë me kalu shumë mirë. Dhe ndrimi ose punëtorët e cilët kanë ndryshuar rrjedh për shkak të arsyeve personale, besoj, kanë ndryshuar televizion ose I kanë dalë krejt prej televizionit, domethënë janë arsye të tjera. Edhe hynëm aty në audicion, erdhe edhe Batoni bashkë me Armandin, edhe po prezantoja një tekst që ma dhanë aty, veç teksti I parë, veç lajmet, një fjali, se dojë 5 fjali I kom lexu, dhe përta, ti duhesh këto. Bashkë me Armandin dhe ata, tha shysh, ti duhesh këto, na duhesh. Edhe po fillon ku e qysh teka, qa ka ndodhur me ty, pse s'ke dalë më herë, edhe po I spjegoj atë që ta tregova, edhe filloj aty, do me thonë hyna, edhe fillon prej 2009-ës, unë jam 17 vjet prezantues I lajmeve në Klan Kosovë. Je mirënjohës sot? Absolutisht. Po, prezantimi I lajmeve mandej është edhe një disiplinë. Është një disiplinë e punës, të krijoj një figurë të mirë, të kam arritur thash të krijoj një marrëdhënie shumë të mirë me logon, me njerëzit aty. Cilat janë tripikat e tua më të veçanta mendon? E para natyrshmërinë që natyrshmëri, se të gjithë njerëzit thonë që e kanë natyrshmërinë, po e zorresh me qit. Notat muzikore që unë I përdori her pas here në fjalinë. Edhe atë qetësinë apo interpretimin edhe kur është diçka e pakëndshme di ta diferencoj ose ta lexoj më mirë. Se mund të jetë se kushdo tjetër, po themi. Se s'bën ndoshta me lavdru vetëm, po nuk kemi të e lavdru vetëm. Domethënë janë pika që unë vazhdoj t'i kem. Edhe pse me thonë drejtën që të dy, ata në fillim e pëlqenin shumë mënyrën time. Madje më thanë kështu do t'jesh, mos ndrysho asnjë pikë. Nga kolegët asnjëherë nuk jam paragjykuar, me thonë drejtën, ka ndodhur kështu nda një muhabet që kemi ndëgjuar në kafene ose ku kemi jo po ai egzageron ose mund të jetë ndonjë koleg në televizionin tjetër. Më shumë më konsiderojnë si egzagerues, po nuk besoj që jam egzagerues si prezantues I lajmeve, nuk jam fare egzagerues, vetëm se jam shumë I real dhe një interpretues që tentoj të jem shumë I direktshëm tek shikuesi, sepse shikuesi tani e ka krijuar dhe besimin. Sa ka ndryshuar kjo, Orhan, sa ndjesh sot I respektuar, sa je ndjer atëherë? A është e njëjtë? Është rrit më shumë e më shumë. Është forcu më shumë respekti, edhe në mesin e stafit ku jam unë, po edhe në përgjithësi, në opinion. Pata një sens të përgjithshëm. Po, është... Si prezantues lajmeve sot, është interesant t'jesh prezantues I lajmeve? Është e njëjta dinamik? Është e njëjti, po themi kushtimisht lezet të prezantosh lajmet? Unë për mu po. Nuk është fare e lehtë. Të gjithë njerëzit thonë që hajtë se vesh prezanton, hajtë se lexon. Nuk është ashtu. Sot din të gjithë lexojnë.
basa mund mos din të lexojnë, se po shohim shumë dhe raste të interesante. Po nuk është puna më me lexu, lexojnë krejt. Sot ideja është që shpo arrin që shpja prek timpanin e veshit shikuesit. Këtu di është diferenca, është klik për të lexu. Kjo forma e standarde, unë mendoj që kam baru, sidomos në bazë viti 2000 tutje, na që jemi si gjenerate re, sa jo që ka qenë ma përpara, ka qenë standard i përgjithshëm balkanik. Tash na dhe si balkanas nuk arrim do që të kemi prezentuse, se të prezentojnë që të prezentojnë Amerikanët ose francesët, italianët, është gjuhë melodike e tyre, neve gjuha jonë është gjuhë e rëndë, gjuhë indo-europiane, shumë e bukur, shumë, ne jemi krenar për gjuhën tonë, po nuk është gjuhë që ty të lejon me bo në farë harmonie, melodie të pafundme, se gjuha është e tillë. Po, dush me gjithë melodin. Jo, edhe pse thonë se hajtë se po të thashme, nuk është vesh puna e lehtë, vesh me lexu. Dush me ditë edhe qysh me lexu. Këtu e bën diferencën. Mendon që është në rrezik roli i gazetarit? Në kohën në cilën po jetojmë, në periudhën në cilën po hymë, kemi hyrë, do të hymë, e sheh që nuk është më i rëndësishëm roli i gazetarit tek publiku, se patjetër për gazetari kemi nevojë gjatë gjithë kohës, por, Jo, unë nuk mendoj. Sado që kjo që po ndodh tani, ose krejt ky rrjeti sociali që ne jemi shumë të përfshirë, kanë hyrë në territorin e tonë. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Në territor kanë hyrë. Po, kanë hyrë te na, pak si keq, jo pak po shumë. Se kështu në rajon, edhe në botë nuk është që ndodh. Vazhdon me qenë gazetaria aty ku është. Ne bëjmë gazetari shumë të mirë, absolutisht po. Po formati që ne sot po e shohim, por mu nuk është kush i kënaqshëm. Një përmbajtje do si do, një përmbajtje që sot s'dias kujt ti besosh, me gjithatë përkundër krejt kësaj farë gjurulldije të madhe që kemi në rrjetet sociale, prapë shikosin televizioni e ka besim. Edhe unë nuk besoj që televizioni ka me përfundu se gjithmonë jo për YouTube, jo për rrjetet sociale, jo. Sa është ndikim tek udhëheqja politike në këtë këndvështrim dhe në këtë respekt ndaj mediave gazetarëve? Media? Po. Absolutisht. Ndryshon, të rxhan, të ngrit, që të ndygoj, krejt i bën. Unë nuk e di se si mund të jetë si mund të ndodh një dikush pa median të bëjë diçka, sot është faktori i rëndësishëm. Shumë faktori i rëndësishëm. Unë jam gjithmonë për televizionin, sado që unë jam pro rrjeteve sociale, do duhet të ndodhi me patjetër është pjesë e komunikimit, e marketingut, e reklamit, çka do qoftë. Por apo televizioni mbetet aty ku është. Sepse prapë besoj unë nuk e di ndoshta edhe televizioni ka mbi 100 vjet ndoshta, po 100 vjet gjithsesi ka me ekzistu. Përderisa kompanitë e mëdha vazhdojnë me si objekt, vazhdojnë me inovacione të forta, vazhdojnë hala me prodhu, kjo do thotë që televizioni nuk hiqet. Nuk shihet gjithçka në telefon. Arshqetësohesh kur udhëheqësit politik flasin keq për medien, flasin keq për televizionin, flasin keq për gazetarët, dhe në formë tjetër ose jo, ndjellin një lloj, po themi kushtimisht urrejtje në gazetarëve, atyre që bëjnë gazetari, atyre që punojnë me orë të tëra, që kanë eksperiencë shumë të madhe, që lënë gjithçka në televizion, dhe në fund ditës vjen një hije keq, një këndvështrim i keq pikërisht nga udhëheqësit, nga politika, për ne që bëjmë këtë punë. Fatkeqësisht ne si klan e kemi përjetu, vazhdojmë ta kemi. Po më kujtohet tani një rast, isha në një shopping center këtu në Prishtinë, edhe tash unë këtë anë, një dikush në anën tjetër, edhe më gjunë, hej, klan Serbia. Ishte çuditshme me thonë drejtën. Na, edhe gazetarët si prezentuesit, kudo që na i kemi pas këto, edhe mu ma kanë thonë. Edhe më shumë. Edhe mu çuditi si fakt. Nuk ka njohuri shumë nga ajo që ka ndodhur, ndoshta nuk e di as pse bojnë reagime, po mu vjen për keqardhje. Nuk është fair, mi thonë një televizioni ku aty ka punëtor që kanë humbë të dashurit e tyre gjatë luftës, kanë qenë pjesë e mbijetesës së masakrave, njerëz që punojnë aty kanë qenë pjesëmarrës të ushtrisë dhe t'ja vësh një nofk kaq të shëmtuar nuk është fair. Po, si thosh na, po jemi mësuar dhe jemi bosh me thonën, tash vjen të shane, e kalon aty pare, nuk e di sikur jemi bë dhe imon. Kjo nuk është fare e drejtë dhe shumë e shqetësuese, nuk më vjen fare mirë. Ata nuk e dinë se sa shumë gazetaria kërkon punë, sa shumë përkushtim. Ata nuk e dinë se sa ti duhesh prej mëngjesit deri mbrëmje për me bën një histori, ndoshta 1 minutë e pak.
që dush me i pri gjithë ata njerëz, dush me i lu gjithë ata njerëz në kuptimin për të marrë një deklaratë, për ta plotësu anën profesionale. Edhe del dikush të shanë kot. Çfarë do ju thoje? Vëmendje. Vëmendje njerëz me ato çka po bëni. T'jeni mendje të kullum. Nuk thuhet çka nuk duhet dhe nuk e çet njerëve fjalën e hajt çka po thon, sepse nuk e di se çka po prek. Se nuk e di se çfarë të fëmijët kujt po i thu. Unë nuk jam i prekur nga ato që thash, po ka njerëz aty që janë të prekur. Vazhdojnë ta kenë atë barën ose atë ndjesinë, emocionin e njerëzve të humbur gjatë luftës së fundit. Ti nuk e di ku po e prek. Kështu që njerëzit duhet jenë me një të kullum nga atë çka thonë. Dhe fatkeqësisht këta, jo që nuk ekziston, po e kanë marrë një farë lloj sharlatanizmi. Domethënë, sikur veç hajt di çka sheh masa ha, dhe gjithmonë kanë thonë edhe ka me ndodh. Ku ka turm, po i shkove turmës mbrapa, nuk është që mund të jesh një diferencues ose unik në ato çfarë do që bën, edhe nga ato që thuas, nga ato çfarë do mendimi që ka thush. Nga këtë vështrim, kujt i vë fajin më shumë ti, Orhan? Unë mendoj që fatkeqësisht këtë kjo ka ardhur nga politika. Respektivisht? Nga politika. Okej. Nga politika ka ardhur. Nga ata që nuk bojnë pa televizion, nuk munden, edhe prap po nga ata. Jo veç për klanin, po ndodhe për medje tjera, thonë drejt, nëse edhe medje tjera janë sulmu, edhe gazetarët, edhe ne ndjejmë sigurisht që ne ndjejmë një keqardhje, nuk është fair, nuk është mirë kjo me ndodh, sepse kërkush nuk e din çfarë këpucë po kalon. Por ama të jemi shumë të kujdesshëm, me të vërtetë duhet jemi të kujdesshëm dhe krejt këto mas shumë të atakohen kur i shohin rrugës, qoftë prezantues, qoftë gazetarë, ko e shohin logon e një televizioni. Orhan, mendon që jemi në shërbim të rrjeteve sociale apo ato janë në shërbim tonin? Dyja bashkë. Cila më shumë? Edhe natyrë edhe ata. Po na më shumë. Shpend na më shumë. Hetë sa unë po shoh, na i kemi më shumë se sa që duhet. Po besojmë më shumë se sa që duhet në rrjete sociale. Jemi bu shumë të varur, ndoshta, nuk është vetë fjalë e duhur. A është globale apo është tek ne? Më shumë është tek ne. Te globale është, po jo në kontentin apo në këtë përmbajtjen që bëjmë ne. Sot, për shembull, ne tentojmë me dhezë një emision ma shumë rrjete sociale tek në televizion. Kë nuk s'ka logjik. Ma shumë mere me një engagement të Facebookut se sa me një... Mandej, kur po dhezë një emision i mirë, hajde tore vrap televizionit ta kemi afër atë emision brenda. Dhe aty kur po vjen brenda mandej po shihet që nuk është prezantuesim i duhur, emision i duhur, sepse ti nuk është më televizioni ktheni 100 herë e rregulloje formatin ose fjalin derisa ta thush mirë. A është e vështirë sot me bën një emision të mirë, po edhe me qenë viral? Në ky mesi po besoj është një gjëja më e vështirë sot për autorët dhe ata që bëjnë televizion, a? Më duket sot, sepse duhet edhe një lloj përshtatje që të bëjmë fair. Shumë. Po na nuk bëjmë këtë research që kemi, që e bojnë mediat në përgjithësi. Para se të bëjnë një emision, gjithmonë dalin tek e bojnë një trendin e ndjekin, moshën, do më bëjt për një emision do pika ku kemi me prek. Na përpiqemi të bëjmë një emision të mirë që të prek të gjithë. Nuk arrim do të bëjmë ato. Jo pse s'dojmë, po është muhabet shumë i gjatë, më thonë, edhe s'kemi fort të ndoshta edhe tradit në topika. Edhe një emision të mirë mundesh me bo, pa tjetër, një emision i mirë dhejës që shpo thonë, edhe pa rrjete sociale, publiku do një emision të mirë, në mënyrë absolute, absolutisht që dënë, apo ofrojmë na, po përpiqemi, jo sa duhet. Ku kemi ngesë? Këto janë problemet thella. Ke ndonjë këndvështrim për rekordet e pa numërta si në Kosovë Shqipëri për reality show, Orhan? Si e mendon? Që reality show, unë jam shumë pro reality show. Bile po më kujtot në së fundmi që ne kemi Big Brotherin, do me thonë, njerëzit e nuk e pëlqejnë, njerëzit mund të shajnë, me gjithë ato Big Brother është në top 10 formatet më të mira televisive në botë. Bën pjesë. Deshtëm bën pjesë. Tani, që që realizojmë përmbajtja brenda, ajo dallon tek secila. Po në çka nuk mujtë më pajtu, aty dyqysh po e marrin shpend, po thonë krejt, është përfaqëson, unë nuk besoj që përfaqëson shoqërinë kushdo që hyn aty, është përfaqësim individual. Shpesh e kam dëgjuar, mandej
Unë jam në këto Po, të sot si një miniatur e shoqërisë tonë. Jo, nuk është shoqëria. Jo. Aty ne shohim ndoshta patriarkat, shohim një maskeles, shohim mizogjen, çka do ndoshta janë të eksagjeruar, po ato nuk është shoqëria krejt e tillë. Ka aty që urrejnë burra që urrejnë gra dhe gra që urrejnë burrat, po shoqëria kosovare nuk është e tillë. Nuk e besoj. Nuk e bën një pasqyrim të asaj se çfarë. Jo, absolutisht, vetëm përfaqësim individual. Plus që aty edhe njerëzit ndryshojnë dhe karaktere për të arritur qëllimin deri në fitore. Po çka më pengon në to edhe në Kosovë dhe Shqipëri mungon tek Bigu në 2006-2007 nëse po lidhja edhe një herë në Budapest ku ishte në Diskop, themeluesi Hendrik Demollit ka qenë themeluesi Big Brotherit, edhe unë kisha mbajtur për 1-2 vjet që ishim aty, kishim mbajtur një punishte, me thonë, një konferencë ndoshta gjatë gjithë ditës për Big Brotherin, për ndikimin e saj, dhe në ato kohë, për shembull 2006-2007, se Big Brother ka ndryshuar dhe në krejt botën, nuk është mos si ai fokusi që ka qenë atëherë, tash është ke diçka tjetër, tash sigurisht që e ndjek trendin, e ndjek rinin, ka ndryshuar komplet. Po aty është një tamam që thosh çush e kemi cilësu shumë herë si një laborator i njerëzve aty, i qasis ndaj komunitetit që jeton aty, po na nuk po kemi kauza, me thonë drejtën. Por shumë më kujtohet diku në Skandinavi kompa, ka ngrit një vajzë, një kauz shumë të fortë brenda Bigut dhe ja ka dalë për ushqimet që mbesin, ose ushqimet me skadenca fati. Edhe imagjino ka arrit që diku në Danimarë, nëse s'gaboj, ekziston një market që njerëzit shkojnë blen me ushqim me skadenca fati. Nuk ke përgjithësi se mund të jenë prishur ose jo, po me çmimet janë shumë të lira, që kanë arrit me bëj që popullata e cila nuk ka mundësi shumë. Që ka ardhur se një kauzë nga një reality. Po, edhe mandej edhe u bordjet mo. Ai ka ekzistuar si market, po e ka forcu kauzën, domethënë, edhe njerëzit që nuk kanë shumë mundësi për të bler ushqime të shtrejta kanë shkuar i ka marrë dhe me skadenca fati. Edhe na shpesh kemi hongër me skadenca fati, kur ç's na ka gjetë, besoj. Apo kupton? Edhe një kauzë shumë e mirë, një kauzë ajo ka qenë e saj. Do kishim shumë çka me fol për televizion, por i kam minutat pak të limituar, do të flasim pak për filmin. Okej, interesant. E do shumë filmin. Realisht jeni kritik filmi, shiko film jo si një shikues i thjesht, është për te asaj se çfarë. Po ti po më çet krejt diellat. Më thuaj pak ku është filmin, pozicionimin e filmit sot në Kosovë. Kinematografia në Kosovë na bën krenar, ti jemi real, na ka bën krenar çdo kohë. Sot ku është pozicionimin e filmit kosovar, produksionit? Me filmin takimin e parë kom pas 2004. Ishim një grup studentësh, disa persona, donim bënim film, faktikisht me një iniciativë të dikujt tjetër, edhe shpresoj që mund ta kesh dhe Mustafir atë. Edhe i shkriju kjo ide për një film. Edhe çka me bona, bam, hajde, takon njerëz, takon këtej, edhe në fund kemi rënë pas një viti, domethënë, rënë në një kontakt me regjisorin Samir Bajo. Samir Bajo kishte përfunduar Akademinë Famu të filmit në Prag, ai jeton atje, vazhdon të bëj karrierë edhe filmike, sigurisht, edhe kishte bën i tregum çka po dojmë bë dhe kishte bën një skenar. Bashkë me bashkëshorten e tij, një skenariste shumë e njohur e çeke. Edhe shpende bën skenarin si përfundim, edhe konkurruam në mbaj festivali më i afërt, ishte festivali i filmit në Berlin, 2004, që ishte diku janar shkurt. Edhe konkurruam atje, dhe kur e marrë me mend konkurimin, pa di shka qenë 2004 me telefaksa, se emaili, ekzistonte emaili, po ato kopjet, ato dash kemi qunë në telefaks, nuk s'kishim as skaner, me thonë se na dhe kjo periudha e hershme, në bas luftës njerëzit ishin katandis shumë, emocionalisht, ekonomikisht, kishin humbur financat, edhe tash ka qenë luks i madh me pas një printer ose një skaner letra A4, mos kishim së ngjeshë se lemo me flopi jemi mana në atë kohë. Se do shta i ke... Ja, flopi si kam bridhën, po i mbaj me handë shumë mirë. Edhe ndodhi ajo, konkurrum edhe kur vjen një format, filmi që e Jona. Atë vetë janë zgjedh 20 skenaret më të mira të filmi, dhe në mesin e 20 skenareve hyn filmi Jona nga Kosova. Ka një grup studentë që kishim bën një iniciativë, krejt që kishim gjetë dhe njeriu e duhur. Besonim në atë kohë. Edhe filloi ajo kontakti me to, bam, edhe shkoi në atë kohë pak vizë sa rritëm i marrë, dhe shkoi regjisori, edhe u kthye dhe atje ka lidh një koproduksion me një produksion gjerman ata. Dhe ata, kur e kanë pa atë skenarin, sinopsisin, fillimisht, edhe kanë qenë shumë të interesuar me realizu filmin.
Ma dje me thonë sa, po më kujto dhe në këto moment, ata kanë qenë të bindur se do të konkuronin dhe në përçmimin Oscar dhe diçka do të merrnin. Ata e krytën fillojnë audicioni, kishin marrë dhe ata kanë patën zgjedh aktorin e famshëm Til Schweiger. Aktor shumë i njohur gjerman, i cili më vonë zhvilloi dhe karrierë në Hollywood. Edhe neve na mbet pjesa jonë me regjisorin, morëm një operator, një drejtor fotografisë, ka qenë një Vojkup, ka një i çek, ai erdhi i bëni fotografinë, vendet e zgjerimit, zgjodhi gjithçka për të filluar xhirimin diku nga maji qershori ndoshta. Ne bëm audicionin, unë isha në casting bashkë me Sajmirin. Edhe si përfundim ne nuk e morëm buxhetin. E gjithë ato ishte shumë dëshpëruese, me thënë drejtën. Një film që u zgjodh, në atë kohë e mori filmin Kukumi, Isa Qosi se kishte marrë buxhetin, ne nuk e morëm. Ishte një tentativë tjetër prap, nuk e morëm. Keqe të... Po, se ishte një koproduksion, dhe ishte besoj që i koproduksion i parë në Kosovë mbas luftës. Se na ai produksioni gjerman kishte bërë skena shumë të mëdhashme, se ka qenë tema e luftës, edhe pas luftës me njëherë. Ata kanë pas kësi xhirime të hatashme, të mëdha hollywoodiane. Madje ka qenë një nga skenat, ka qenë diku në Brindis nëse s'gaboj, kjo anije mbajtësja, edhe kanë qenë ato xhirimet e tyre janë para pa, kur është dhënë dhe ajo intervenimi i NATO-s, ato zyret, ato komandantët. Edhe ne nuk e morëm si përfundim, u dëshpëruam shumë, u morëm madje me televizion, dhe për të ardhur si përfundim tek në pyetjen që ma bët. A jam i kënaqur me filmin çka po ndodh në Kosovë? Jam i kënaqur, duhet jemi krenar, punohet shumë, janë bërë filma shumë të mirë absolutisht. Madje ne kemi pas edhe një pjesëmarrje në Oscar, kujtohet te filmi Shok, dhe si sot po ajo kur janë nda ekranet, ajo pjesëmarrja aty në nominim, unë besoj që aty edhe Kosova është hieshu. Po për mua film nuk e ka fitu, po megjithëse për mua unë nuk kish fitu një film tjetër, po të kishte qenë aty, një film tjetër kosovar. Nëse kish qenë filmi Kolonat, e ka qenë regjisor Ujkan Hyse nëse s'gaboj. Ai film ka rënë. Mendoj që ka më shumë filma kosovar më meritor për nominimin. Ai kish fitu, se ai ka qenë para Shokut, ndoshta, po ai s'ka konkurruar dhe unë mendoj që filmi Kolonat kish mujt me fitu çmimin Oscar atij viti. Filmi Shok shumë i mirë, absolutisht, nuk fitoi po ne u gëzuam, po për mua natë kish mujt me fitu Kolonat. Është mendimi im personal. Filmi fenomenal, jashtëzakonshëm, të rënqedh çdo qelisë trupore të njeriut, sepse e tregon dhe një realitet shumë të fortë. Edhe filmi Shok e ka tregu. Për ty, cili është filmi shqip produksion kosovar më i miri? Çdo kush që bën film të mirë, unë jam për çat film. Po ideja është ku jemi na sot. Apo bëjmë filma të mirë shpend? Po. Po a jemi tek, a kemi arrit me godit? Jo. Çfarë po mungon? Fillimisht po mungon tema. Së fundmi na kemi pa që kanë dalë dhe filma kundër Kosovës. Madje para pak ditësh lexova një film Harvesti, i cili lufton, po do me kriminalizu UÇK-n, shqiptarët me i qitë keq, edhe na nuk kemi bo diçka për me atë demantu. Edhe nuk po bëhen të tillë. Jo që s'po bëhen, po nuk po arrim na do të me fitu në çmimin Oscar, me marrë në kudo qoftë. Neve për mua çmimi Oscar është kulmi. Edhe na këtë duhet me arrit atje. E çysh duhet me arrit na? Na nuk po mundemi vetë. Atëherë duhet me bë me Hollywoodin. Mund duket si ide kjo utopike që do ta them, po unë mendoj që një skenarist hollywoodian, një regjisor që mund të jetë një Tarantino ose një James Cameron, ata kushtojnë ato 200, 300, 400 milionë, po kushtojnë. Po s'ka lidhje, ky është investim shtetëror. Ne duhet t'ia tregojmë botës. Njëtën periudhë, njëtën pak a shumë edhe Bosnja ka bërë filma fenomenal për luftën e vet. Edhe shumë pak ka bërë çka ka ndodhur. Dhe na si mi kërkon të hesh në këtë drejtim që për me mbri deri në Hollywood. Edhe unë mendoj që bacin kosovar kish mujt me rrit një Harrison Ford, logën kosovare një Meryl Streep, gruan e Krushës, gratë e protestave të panumërta që kemi bë, le ta luaj një Julia Roberts ose një Nicole Kidman. Kjo është një ide mund të jetë shumë e madhe, po na kështu mundemi me arrit. Na nuk po arrim me bë. Filma shumë të mirë po bëjmë, po na mungon. Me heq një perde, diçka s'po dhez, diçka po mungon. Dhe kjo duhet na me shku me mësun Hollywood. Unë e mendoj shpend. Të bën grupe, investim nga ministria, nga kultura, kushdo qoftë, të çojnë grupet të mësohen njerëzit që të mësojnë fotografin, producentat, skenarit, çka po ndodh se na filmat të mirë po pak të ftoft,
Nuk pe kemi atë zhvillimin dhe dinamikën hollywoodiane. Nëse do e bënim një temë për këtë çështje që po e flasim, gjithmonë do lidhemi tek buxheti. Absolut. Domethënë janë regjisorët, skenaristët, aktorët. Ska lidhje me ta. Ska lidhje me buxhet, po thua? Ka lidhje me buxhet shumë, po dinamika, Hollywoodi ka bo filma fenomenale dhe me pak pare. Nuk është, po teknikisht na jemi shumë mirë, unë besoj. Armatimi fort është Kosova me teknik, nuk jemi keq me teknik. Po unë po mendoj, çka po mungon që kjo çajo dinamika një frymëre, një inovacion në realizim filmi. S'po arri me qitë pa zhvillimin edhe atë dinamikën hollywoodiane. Na filmat mirë po bojmë, po diçka s'po na dhe, se na duhet me mësu në Hollywood këta, nuk e mësojmë na këto. Këshilla jote është që do të bërim një bashkëpunim me njerëzit që janë pjesë e duhet me shku, mu marrë grupe me shku, mu mësu që është bëhet. Na jemi shumë mirë, kemi arrit 90%, që 10% që duhet me mësu me hek atje. Ku është vendi, ku është baba, nësë sarim këto. Edhe një tjetër që ka mu më doket pak shqetësuese, është castingu. Te castingu shumë, unë e kom punu vetë me casting, edhe tek ana televizive dhe tek filmi atëherë. Na po bojmë pak, nuk pe zgjedhim nga njëherë shumë filme, se nuk është ferë dhe mi përmend, po nga njëherë aktorët dhe rolit 2-3 po janë matë mirë se sa të partë. Edhe këtu castingu na nuk po dim, po nuk po e gjejmë të duhurin. Castingu është me përshtat. Nëse na shojmë sot filmin Titanic pas kaq viteve, pyetja është e kishim pa në vend Leonardo DiCaprios, unë sa rrit do ta gjej një të dytë. Është punu shumë për casting. E na po merren kryesisht sa filmat e sidomos këto 5 vjet e fundit. Mendon që sillet një elitë aktorëve njëjtë? Absolutisht po. Aty doja të delja. Do me thonë, janë aktorë shumë të njohur, shumë të famshëm, të pëlqyeshëm për publikun, i kemi pa në për seriale komike, ama në film, shumë prej tyre janë dështues. Nuk parin të ndryshon shumë karaktere, fatkeqësisht. Nuk parin me, prandaj edhe castingu nuk bëhet pse është aktori i famshëm në një rol. Unë besoj që ti mendon që kanë gjëra të rejta aktorëve, atyre që mbeten në hijet që mund të jenë në rol kryesor. Unë mendoj që as nuk po thirren. As nuk po thirren, po kjo. Okej. Apo ku qëndron pika, ka një shumë aktor të mirë. Edhe shqyqyr që kemi, jenë për të na duhet mi admiru edhe mi duartrokit sa dush. Po buxheti është shumë pjesë e rëndësishme e filmeve dhe unë mendoj që madje paguhen shumë pak aktorët. Në krahasim sot një aktor nuk është që jeton dot nga filmi. Absolutisht, do të bëj edhe disa tjera. Ka nepotizëm në përzgjedhjet për castingut? Kam përshtypjen që po. Okej. Nga nuk kam përshtypjen, nuk duhet flas kështu tamam sakt, po kam përshtypjen që po. Edhe thash nuk e di që ndodh në audicionet, po edhe ka ndodh, nuk e di edhe a realizon, ato realizon, po atë pjesën e parë sikur e kanë të kryme, mandej këto dy të çka na mbetet, hajde të bëjmë një audicion ose diçka të ngjashme. Para se të hyja në emision, pashim për një koment për këto dy foto, janë shumë larg njëra tjetrës me vite, po duket, sa janë larg, nuk e ndryshuar shumë kështu, Orhan. Pak. Është viti 2019, po? Këto? Po, 2012-13 ndoshta, edhe këto është pak pas pandemisë nëse s'ka bëj. Pas ka ikë buzëqeshja. Po thu, s'kom bo diçka unë ekstra intervenime. Orhan, unë jam i bindur që ke një jetë shumë të mirë jashtë ekranit, edhe kjo reflekton pak në mënyrën se si jemi disponim, për çfarë energji shumë pirë pozitive. Mendoj që përveç planit profesional je i përmbushur shumë edhe në planin personal. Pavarësisht që nuk poston shumë, unë di që ke një jetë personale shumë të mbushur me dashuri. A është e vështirë ky balanci që ke arritur të bësh? Balanci mes karrierës dhe familjes. Po. Këtë po e pyes, sepse janë shumë vite karrierë, që po besoj ke arritur të bësh një matematik, një ekuacion shumë të mirë se si të bësh me rezultatin. Pa diskutim. Familjet të çon përpara shumë, të reflekton dhe e çetën pa atë fisnikrin, bujarin, dashurin. Sigurisht unë si i martuar dhe me një babaj 2 fëmijëve, djali 10 vjeç, vajza 5 vjeç, dhe ne përpiqemi që të jemi shumë të mirë me ta, përpiqemi që të jemi të rrisim fëmijë të realisht, të realt me kuptu jetën sakt, edhe kjo reflekton, domethënë sigurisht e reflekton dhe fëmia ta jo që ta ndryshon, se tash kur pyesin si është fëmia, jo që ta ndryshon jetën, po të shton qeliza të reja, të rinon. Dhe bashk, ne si 4 veta, 4 antar, e përqojmë këtë energji të mirë, edhe në bazë të punës, të mirë kuptimit,
të ndasive të punëve tona që i kemi si prindër dhe si bashkëshort në këtë rast, e reflektojmë shumë mirë. Unë kanapé këtu e kam pikdop prindërimin, nuk e di pse, mendoj që mund të bëj më shumë prindërimin. E kam pikdop në temat e mia, sepse mendoj që mund të bëj më shumë për gjeneratat e reja, edhe si prind, edhe si edukator, edhe si mësimdhënës, nuk e di. Kur kam pasur intervista këtu deklarata, kanë thënë që nuk ka një formulë saktë se si ti jesh prind i mirë, se si të bësh prind, nuk ka matematik. Tek ty si vjen, çfarë mendon ti? Çfarë bën një prind të mirë? Ose respektivisht i baba të mirë, a? Çfarë mendon? Shive, tash si baba këto, unë sa do që kam qenë kujdesshëm shumë për fëmijët, ata prapë në fund kanë përfundu të nana vetë. Kështu që baba mund jetë shumë i mirë, ama prapë fund të përfundon të nana. Kështu është e natyrshme, do me thonë, është e natyrshme, kështu që jo me dhone vetë, jo në qatë pozitë, kështu që e kemi mirë kuptim shumë të mirë me ta. Jo, është përkushtim dhe një dashurie, jo e pafundme, sa e dihet kjo, po është një përkushtim dhe një kujdes i posaçëm për ta. Na tash jemi millennial si gjeneratë. Na rrisim fëmijë gjeneratës alfa. Edhe dallimet jemi tu i pa. Jo që shemi rrit na, po çka po rrisim na. Cili është dallimi kryesor? Hajde, tregon pak kështu në mes gjeneratave. Po, hajde. Alfat. Hajde, cili është esencialja? Po, alfat janë shumë të shpejt. Shumë të zgjuar. Janë shumë, e kanë shumë të qartë dhe të saktë atë që duan. Shumë e vërtet. Shumë e kanë të saktë. Nuk durojnë. Të padurueshëm, janë virtual, fatkeqësisht, kanë shoqërinë e tyre më shumë virtuale e dojnë, por janë shumë imagjinativ. Dhe janë më të mirë se Gen Z-ja, me thënë drejtën. Atë sa shoh, unë Gen Z kemi nipa dhe mbesa, do të thotë ata që ka fundi ose ka fillimi, po kur arrim me dallu me këto, alfat e kanë shumë të qartë çka duan. Sa e din ku kanë me shku, çka kanë me marr, e din fokusin, çush me shku me rrugën. Është një vetbesim që mua realisht më pëlqen që ka munguar tek fëmijët e gjeneratave të mëhershme në Kosovë. Mos po, ta e din që e kemi pas atë. Dhe jam shumë i lumtur realisht kur i shoh gjeneratat e reja të fëmijëve, të adoleshentëve, që kanë shumë vetbesim, janë të ndarë në mendje dhe e dinë se çfarë duan, e thash shumë bukur. E dinë se çfarë duan nga jeta, nga profesioni, nga gjithë. Sakt, unë jam shumë i lumtur që e din. Tash na arrim sot shife me menaxhu dhe me kontrollu pak për shkak të moshës. Po është fenomenal në atë që duan, jo vetëm imi, por në përgjithësi si gjenerat. Unë nuk jam dhe kundër teknologjisë ose kjo që po thonë jo, po përdore shumë ose pak, po kredi ideu çka e lejon, çka mundet me përdorë. Je baba strikt? Përpiqem të jem strikt. Unë jam rrit pak strikt. Edhe është e natyrshme që mund mos jem shumë liberal. Ndoshta edhe pak më shumë se konservator se sa që duhet, ndoshta nga shtëpia. Po veç halin ja kemi pa. Në kuptimin konservator ose strikt, atë sa e kohës se jo, që është ajo shpreha, kur kemi dalën, mos e merr pijen të qeltë, merret të qeltë. Kanë gjohë shumë? Janë si këtu apo si bashkëshort? Ja, she pak vetën tek ata? Janë më shumë nga nana atyre. Okej. Edhe ka përshtypjen që më shumë dhe profesionit saj do t'i ngjajnë. Bashkëshorte gjyqtare, edhe më shumë një gjë në saj. Për gjyqtare, shumë më bëhet qefi. Amone në debate nuk fitoj. Sepse ajo mua më mbyt me ligje, me nene. Nuk jam i lehtë edhe unë. Nuk jam i lehtë, e bëj edhe unë atë temën. Ama e prafiton. Kur jemi tek plani personal, më thuaj momentin tënd më të bukur në jetë që ka shënuar, që ka bërë një kthesë. Po pse është ta kur e bër babar për para? Njohja me qendresën. Ka qenë interesant kur jemi njoft. Unë e kom pa ato, kemi qenë në një lokal, nuk ekziston më ai lokal aty ka qendra, edhe kom shku direkt i kom thonë, unë të pëlqej ty. Dhe abon me të njoft? Aty ka nisë zgjika dhe është vlerësuar për besoj gëzimet nga jo. Po, pa diskutim, e ka vlerësu këtë gjest, edhe unë brenda 10 muajve, 11 muajve, jemi njoftu, kemi bë një fejes të vogël, jemi martu për brenda një vitit. Nuk e kemi zgjatur që është. Unë mendoj se njohja është shumë njohja është o e ki ose ki. Edhe unë besoj që për 3 muaj diko e nje. Atësa. Po momenti më i dhimbshëm, ka pas ndonjë moment që ka nuk po them të ka rëzuar, po ndonjë moment në cilin të ka bërë të reflektosh më shumë për jetën,
për mënyrën pas se si jetojmë, si duhet jetojmë? Tash, se dia është pak me thonë, po jo. Zoti është tregu shumë solidar me mu, të më drejten. Vjen shumë mirë. Falenderues shumë ndaj Zotit. Më ka dhënë ose më ka sjellë në një familje që kam pas një mbështetje shumë të mirë, edhe me një mirëqenie të mirë. Nuk kom qenë për atyve fëmijëve që kom hjek në kusht ose diçka, dhe kjo falë dhe emigracionit të hershëm që kemi pas si në shtëpi. Nuk më ka mungu kur që nuk e kom pas një diçka të tillë. Para 1-2-3 vite sigurisht që njerëzit ne humbim dhe njerëz, në kuptimin ndron jetë njerëzit e familjarët, dhe për shkak të moshës në këtë rast, po është një ndjesi as pak e këndshme. Po jo, unë nuk kam ndonjë specifike që muj me thonë, nuk ka ndonjë sfidë që muj me thonë sinqerisht, asgjë që s'më vjen në mend, pas nuk muj me thonë. Mos i përballon sfidat shumë lehtë, edhe pastaj duket që s'ka patur sfida fare, sepse me siguri, aty si alegri, sigurisht që i kom të i kalu. Po jo, falinderit Zotit, jo, unë besoj në Zot shumë, dhe gjithmonë Zoti është me mua, me ne dhe me njerëzimin. Orhan, falinderit shumë që ishe në studio, sa shumë pyetje tjera kam, po regjia po më thë që kemi kaluar madje, kemi kaluar pak drejt. Jo, po do t'ja marrëm dhe Arsim Lane pa taj fajnë. Po, Arsimi na mor pak minuta dhe unë ja mora pak lajmeve qendrore, po Orhan, realisht falinderit shumë që merr dhe sot në studio. Falinderit që u tregove shumë i sinqert, as pak patetik në përgjigjet e tua për të bërë qefi njerëzve, masës, kolegëve, nuk e di. Ishe shumë i sinqert dhe bëhet qefi që pavarësisht që jam gjenerat e re karshiteje në profesion, edhe më bëhet qefi që ma besove këtë intervist parë, sy me sy, që të realizojmë bashkë që unë bashkë me shikuesit një të njih jam më shumë. Ishte një moment i duhur shpend, sot, dhe unë besoj që ti ke një energji shumë mirë që e sjell në emisionin tuaj, je shumë e sjell atë mënyrën shumë e kuptueshme për të gjithë bisedën, tema që i trajton. Faleminderit shumë. Ke një super emision, top emision. Faleminderit shumë, Orhan. Thënë kjo nga te, unë e vlerësoj realisht shumë. Faleminderit shumë. Kemi lajme sonte apo je me ditë off sot? E kam zavencu pak me kolegen se kjo në jemi pak larg, kështu që nuk e di se si ndodh trafiku, ka njerëz që po parashikueshëm. Pas ke vepruar shumë me gjithë të llojin e trafikut, pas ke vepruar shumë mirë. Faleminderit shumë. Edhe juve.